Cila është përparësia që ty të rëndon më tepër, ajo e mjekut apo ajo e biznesmenit? Mbi supe, mbi atë përparse, ke një përgjegjësi dhe ke jetën e disa apo qindra pacientëve në dorë. Klinika Platinum në kryeqytet është një nga klinikat lider për turizmin dentar. Cili është shteti vizitor më i madh që kemi këtu në Tiranë për këtë shërbim? Shteti vizitor më i madh për momentin është Italia. Është faktori kryesor çmimi apo diçka tjetër? Ka të gjitha asetet Shqipëria aktualisht për ta vizituar dhe për të marrë shërbime mjekësore apo shërbime dentare. Kliton ke dhënë një kontribut serioz në punësimin e njerëzve të spikatur të fushës, nga ata me përvojë që janë mjekrat e bardha të këtij profesioni, po dhe shumë të rinj në të gjitha specialitetet që ka një klinik apo spital stomatologjik. Dojmë që brenda fundit vitit të arrijmë 100 punësuar, aktualisht janë 62 të punësuar. Pse Gjermania është një ofertë kaq atraktive dhe si e shikon ti këtë emigrim të këtij profesioni nga Shqipëria? Për mua është një zgjedhje e gabuar. Cila është paga më e lartë që mund marrë një mjek stomatolog sot? Mund marrë 5.000 euro ose më shumë se 5.000 euro. Cili është miti më i çuditshëm që ekziston rreth kujdesit për dhëmbët në Shqipëri që ne duhet ta sqarojmë njëherë për gjithmonë sot bashk? Është gargara me krip ose larja e dhëmbëve me sodën e bukës. A të ka ndodhur ndonjëherë që një pacient të ketë pëlqyer romantikisht, thot një vajzë këtu? Patjetër edhe ka ndodhur. Si janë çmimet në klinikën tuaj, të kripura, thot dikush tjetër? Çmimet nuk janë as të kripura as të ëmbla, por janë çmime që justifikojnë cilësinë e shërbimit që marrin pacientët. Unë gjithmonë kam pasur një pasion të jashtëzakonshëm për mjekësinë që e vogël edhe kam vërtet shumë kënaqësi kur kam përballë mjek, e për më tepër një kirurg, stomatolog. Doktor Kliton Malaj, mirë se ke ardhur në studion time. Faleminderit. Ti je një djalë me shumë pasione, që e investuar shumë në pjesën e edukimit, në trajnime të shumta profesionale dhe je vetëm 31 vjeç dhe ke një nga spitalet model sot të stomatologjisë në Shqipëri dhe je krye kirurg në këtë spital. Dhe pastaj klinika ka gjitha shërbimet e tjera përfshirë dhe kozmetikën dentare dhe buzëqeshjen hollywoodiane që juve e qani aty. Tani unë një pyetje kam sepse thon shumë herë njerëzit që mjekët janë biznesmen të shkëlqyer. Janë në fakt mjekët biznesmen apo ju rëndon gjithmonë përgjegjësia e përparëses së mjekut? Cila është përparësia që ty të rëndon më tepër, ajo e mjekut apo ajo e biznesmenit? Patjetër që rëndon përparësia e mjekut, sepse mbi supe, mbi atë përparëse ke një përgjegjësi dhe ke jetën e disa apo qindra pacientëve në dorë çdo ditë. Gabojnë mjekët? Patjetër që gabojnë mjekët. Ti ke bërë ndonjë gabim gjatë karrierës tënde që të ka vendosur në pozicion shumë të vështirë? Ke ndonjë rast shumë të vështirë? Patjetër ja pranoj gabimet vetes. Gabimet e mia në punë janë pothuajse minimaliste, sepse gabimet e një kirurgut janë baraz me marrjen e jetës së pacientit dhe profesioni i një kirurgut nuk ka toleranca shumë të mëdha që ti të gabosh. Po pra bisturia është shumë perfeksion, është. Po, mund të kesh tolerancë për të gabuar, po në momentin kur ti e prek bisturinë, ty të shoqëron ai ankthi dhe stresi gjatë gjithë kohës kur ti je duke punuar para pacientit, sepse pacienti i ka syt të gjithë dhe vëmendjen ke mjeku. Ke pas një rast shumë të komplikuar që je trembur, ke pasur frikë? Patjetër kam pas raste që në një moment kam mbledhur forcën dhe jam treguar shumë i qetë me veten time dhe e kam zgjidhur të gjithë problematikën që më ka ndodhur në sallën ku unë operoj çdo ditë. S'ke pasur ndonjë rast ekstrem, shpresoj? Asnjëherë nuk kam pas rast ekstrem, patjetër që problematika dhe situata ka, sepse orari kur un futem në sallën e operacionit dihet, por dalja nga salla e operacionit asnjëherë nuk dihet kur mund të dalësh, sepse puna ka shumë dinamik, që do të thotë ti mund të futesh për një ndërhyrje minimale dhe gjatë punës pacienti mund të bëj shumë episode që ty të zvarrisin dhe të zgjasin të gjithë ndërhyrjen apo të gjithë atë internerarin e punës që ke dhe ditën. Tani sa ndihmon këtu dia dhe sa ndihmon përvoja? Të dyja janë paralele dhe ecin paralel, sepse dhe dia është e para, sepse nëse ti nuk je i lexuar, nëse nuk ke një arsimim apo nuk e studiuar, apo nuk je integruar në trajnime dhe në teknologji, apo në teknika të reja në
në stomatologji apo në kirurgji, patjetër që kjo të pengon në ecjen apo në avantazhin që ti mund të aplikosh ke një pacient. Studiove 2 vite në Londër, në King's College apo jo? Po. Dhe pastaj 25 vjeç thonë unë do kthehem në Shqipëri, do hap një klinik model aty dhe erdhe në Shqipëri. Nuk vazhdove atje në Londër. Po, pse e le Londrën dhe erdhe në Shqipëri? Fillimet e mia kanë qenë shumë të thjeshta sepse hapa një klinikë modeste me 3 poltrona dhe me 3 të punësuar. Në atë klinikë kam punuar rreth 4 vjet dhe aktualisht kam hapur një spital dentar që ndodhet në rrugën e Kavajës, prej 6 katësh, që 2 kate janë klinik dhe laborator dhe 4 kate janë hotel për të akomoduar pacient që vinë nga gjithë vendet e botës dhe nga gjithë rrethet e Shqipërisë për të marrë trajtime dhe për të kryer operacione që kanë kohë dhe duan rehabilitim në klinik. Pra, klinika jote, klinika Platinum në kryeqytet është një nga klinikat lider për turizmin dentar. Cili është shteti vizitor më i madh që kemi këtu në Tiranë për këtë shërbim? Shteti vizitor më i madh për momentin është Italia, që ka një numër të konsiderueshëm pacientësh çdo ditë pranë klinikës time, ku vinë, bëjnë konsulta, vazhdojnë punime dhe akomodohen pranë spitalit dhe pranë qendrës ku unë punoj çdo ditë. Është interesant se sa shumë italianë vinë në Shqipëri, sidomos në klinikën tënde për të marrë shërbimin këtu. Është faktori kryesor çmimi apo diçka tjetër? Është një lëvizje kjo, se ndodh ndonjëherë në një lëvizje kështu sociale dhe shkon virale edhe në shtetin e tyre. Është patjetër është çmimi që është kryesor që pacientët zgjedhin Shqipërinë për të ardhur, por patjetër dhe për ta vizituar Shqipërinë sepse ka të gjitha asetet Shqipëria aktualisht për ta vizituar dhe për të marrë shërbime mjekësore apo shërbime dentare. Shiko, ti ke një parim që thua slow dentistry është ajo që unë mund të bëj. Në sensin që nëse një pacient italian vjen dhe duhet heqi, nuk e di 10 dhëmb për pak ditë se ka urgjencë, ti nuk e merr kur përsipër sepse duhet ta akomodosh tek hoteli që ke si vend suporti për gjithë strategjinë që ke zgjedhur. Ti thua në mjeksi duhet kohë, ngadalësi për perfeksion apo jo? Në mjeksi duhet koha, sepse koha është faktori më i mirë për mjekun, sepse një pacient ti duhet ta monitorosh pothuajse çdo ditë nga momenti që ti mund të kesh kryer një ndërhyrje apo një intervent apo një pjesë të shërbimit që i është aplikuar pacientit. Në fakt në këtë rast merr kuptim ajo shpreha që koha i shëron të gjitha plagët. Duhet kohë që plagat shërohet. Patjetër që duhet kohë, sepse pacienti duhet t'i japësh kohën e dur, sepse nga gjitha ndërhyrjet apo shërbimet që mund të ketë marrë, për shkak të kohës së shkurtër që ti mund t'i japësh këtij pacientit, ti mund t'i marrësh dhe jetën e pacientit. Nuk bëj asnjë kompromis me kohën e rehabilitimit të pacientëve që vinë pranë klinikës time. Koha është ajo që i shëron plagët. Edhe plagët e shpirtit. Po, edhe plagët e shpirtit. I shëron koha, domethënë. Ke pasur plagë shpirtit i Kleton? Në fakt Alketa dhe dhimbja dhe plagët janë pjesë e udhëtimit të jetës sonë, kështu që ke pasur dikë një figurë miku, mentori, familjare që të ka ndihmuar në momente të vështira që ti ka përcesh këto momente që janë pjesë e jetës vërtet? Mentorja më e mirë në jetën time ka qenë nëna ime, një grua fisnike e zgjuar që më ka suportuar në të gjitha problematikat, në të gjithë karrierën time si mjek dhe kur kam qenë student në fakultet. E ke përshkruar kirurgjinë si art dhe çdo kirurg ka një moment të parë kur vendos dhe thotë që unë do të bëhem kirurg dhe bisturia nuk më tremb. Kur vendose ti që ky ishte profesioni i cili do t'i kushtoje kohën tënde, jetën tënde, energjinë tënde? Kur isha student në vitin e 4, punoja pranë një profesori tim dhe nga një pjesë xhami ku ishte salla që profesori punonte, shifja që gjithë kohën lëvizte me duar dhe kishte instrumenta pafund në atë tavolinë ku ai punonte, dorezat dhe duart e tij ishin të mbushura plot me gjak. Një pjesë e njerëzve kanë frikë
apo i zë gjaku, unë atë moment kuptova që për mua aty fillon jeta. Gjaku është jeta në fakt. Gjaku është jeta. Gjithmonë ke patur pajisjet më të mira, sepse pashi dhe tani klinika ishte super high tech. Pajisjet më të mira, sepse pajisja ndihmon mjekun, pajisja ndihmon të bësh një performancë të mirë. Të bësh një performancë të mirë, të bësh një ekzaminim imazherik të mirë dhe një punë precize për pacientin. Imagjino se në çfarë kohe kanë punuar mjekët, ata profesorët e nderuar që juve i keni ndjekur, me çfarë vështirësish dhe me çfarë sfidash. Më kujtohet mua në 8 vjeçare kemi patur neve një dentiste në shkollë, edhe më kujtohet arseniku një që ishte për të vdekur nervin. Dhe amalgami që ka qenë një material mbushjet e zeza që quhet në gjuhën e sotshme. Amalgami fiks me metal mbusheshin dhëmbët, o zot i madh. Çfarë teknologjie ka sot edhe çfarë mundësish ka sot, fantastike. Është një ndryshim 360 gradë të teknologjisë që ka qenë në vitet, pothuajse edhe në vitet e fundit ka ndryshuar çdo gjë. E mban mend ti kur ishe i vogël të shkoj tek dentisti? Patjetër që e mbaj. Çfarë kujtimi ke? Kam kujtimet më të këqija. Traumatike. Patjetër dhe akoma kam frikë nga dentisti. Ashtu ë? Po. Një dentisti ka frikë nga dentisti, po s'ka frikë nga asnjë pacient, nga asnjë problem me cilin përballet. Po. E bukur kjo. Si e bën ti pacientin që të ndihet komod dhe mos ketë frikë? I bën ndonjë kështu si psikoterapi që ai të jetë i relaksuar? Përpara se të filloj çdo lloj ndërhyrje apo çdo lloj vizite me pacientin, më tepër duhet të jesh psikolog që ti të kuptosh frikën dhe dhimbjen. Të ndash frikën dhe dhimbjen ke një pacient është shumë e vështirë që ti ta arrish këtë pa bërë këtë bashkëbisedim me pacientin. Kliton ke dhënë një kontribut serioz në punësimin e njerëzve të spikatur të fushës, nga ata me përvojë që janë mjekrat e bardha të këtij profesioni, po dhe shumë të rinj në të gjitha specialitetet që ka një klinik apo spital stomatologjik. Bravo, sa është numri i njerëzve që do mbrini shumë shpejt deri në fund vitit juve të punësuarish? Mendojmë që brenda fundit vitit të arrijmë 100 punësuar, aktualisht janë 62 të punësuar, duke filluar mjek, asistent, infermiera në pjesën e laboratorit. Ka shumë të rinj shqiptar të cilët emigrojnë kryesisht drejt Gjermanisë në këtë profesion. Pse Gjermania është një ofertë kaq atraktive dhe si e shikon ti këtë emigrim të këtij profesioni nga Shqipëria? Për mua është një zgjedhje e gabuar, me gjithë respektin që kam për kolegët apo miqtë e mi që emigrojnë në Gjermani, sepse mendoj në Shqipëri pagat aktualisht janë shumë të mira. Cila është paga më e lartë që mund marrë një mjek stomatolog sot? Mund marrë 5.000 euro ose më shumë se 5.000 euro. Mendon që Gjermania ofertën më të mira ka financiare apo janë ato 1000 gjërat e tjera të vogla tjetër për cilën këta njerëz shkojnë? Pjesa më e madhe mjekëve ikin për shkakun financiar, por nën vete kjo ka dhe problematikat e veta, sepse ti ke taksat që ka shteti gjerman ose një shtet ku ti shkon, që ta përgjysmojnë të ardhurën e to, janë shumë të larta dhe ta përgjysmojnë atë rrogë që ti merje. Ka njerëz që ikin dhe kthehen të penduar apo qëndrojnë atje, ata hapin klinikat e tyre apo janë gjithmonë të punësuar në një klinikë tjetër? Pjesa më e madhe janë të punësuar, sepse ligjet në Europë janë më të vështira për të hapur një mjek që vjen nga Shqipëria të hapi një klinikë në Gjermani apo në Itali, është më e vështirë. Po ti je i lumtur që ke zgjedhur të ndërtosh jetën dhe punën këtu në Shqipëri? Unë jam shumë i lumtur që kam zgjedhur të punoj në Shqipëri, jam pranë punës time, jam pranë familjes time edhe pranë gjithë miqve edhe njerëzve të mi që më rrethojnë çdo ditë. Cili ka qenë rasti më i vështirë që ke trajtuar gjatë karrierës tënde? Rastet janë të shumta në fakt, Alketa. Unë mund të kem kryer mbi 12.000, 13.000 operacione gjatë gjithë karrierës time. Sa? Po. Ua, sa shumë. Dhe si është jetosh me këtë përgjegjësi, me këtë adrenalinë? Kështu disi në fund të ditës, ke atë lodhin, atë dërmimin që t'jep kjo puna me kaq shumë përgjegjësi, se ke një lloj stresi kështu në atë përqendrimin preciz. Po ta mendosh se sa jetë dhe sa njerëz ndihmoj çdo ditë, e gjithë lodhja bie poshtë dhe në fund ky është misioni i jetës time. Cili është rasti më i vështirë, më sfidues, që e bërqull në djerës dhe ke thënë bobo çfarë po më ndodh, po më del situata nga kontrolli, ose një rast që të ka shpërblyer, që të ka dhënë shumë kënaqësi sepse ti ja ke dalë me sukses dhe ka qenë vërtet i komplikuar? Rastet janë të ndryshme nga njëri tjetri, siç është dhe pacienti, sepse pacienti është unik nga një pacient tjetër. Një ndër ato rastet më të vështira që unë e kujtoj gjithmonë është një zonjë që unë e kam operuar dhe
Në sallë futem për një detaj që nga gjithë kontrolli që i kisha kryer pacientes dhe kisha ekzaminuar një kist të quajtur në gjuhën mjekësore, papritur në sallë pacientja më bën një hemoragji që në një moment nuk po e ndalja dhe nuk po e ndërprisja dot këtë hemoragji dhe u bëra qull në djers dhe në atë moment mblodha veten dhe mora gjithë forcat e mia dhe isha në një sfidë me profesionin tim edhe në sfidë për të shpëtuar jetën e pacientes sepse i gjithë kjo hemoragji ishte duke e mbytur pacienten. Në një moment ajo arteria që gjatë pastrimit të gjithë kistit që unë kisha bërë e kliptova, e mbylla dhe pacientja që kishte gjithë syt dhe gjithë shpresën duke më parë në syt gjatë gjithë kohës kur unë isha mbi fytyrën e saj. E çuditshme se duhet rroj kontrollin mjeku ka situata si këto, nuk e di çfarë përqendrimi dhe çfarë dije don edhe talent, aftësi, dhe të mbledhësh mendjen, të mobilizohesh dhe të japësh drejtim. Ndonjëherë në të tilla raste duhet të jesh më tepër praktik se sa teorik. Të ka ndihmuar për shembull shkolla në këtë rast apo ishte thjesht një situatë që duhet aty për aty me çfarë dije dhe çfarë kishe parë gjatë përvojës ta zgjidhit, të jepi drejtim se. Në ato momente është e gjitha thjesht çështje eksperiencë dhe përvoje pune. Këtu është talenti më shumë besoj, edhe talenti i mjekut. Patjetër, talenti edhe sot puna bëhet në grup, në sallë janë 3 deri në 4 mjek që do të thotë mund të kesh instrumentisten që ty të jep instrumentat, infermier, anestezist, ndihmës mjek në ndërhyrje të mëdha flasin gjithmonë dhe puna bëhet më e sigurt kur ti je një grup mjekësh dhe në situata nga më të vështirat dhe nga më të pakëndshmet ti mund të marrësh mendim apo mund të dalësh nga një situatë që je duke pyetur apo duke marrë mendime nga kolegët. Si ndërtohet raporti besimit i pacientëve italian me stafin e klinikës Platinium? Është dikush që përgjigjet në recepcion, ke një staf ekspert që flet dhe jep e merr me ta? Po. Unë kam një shërbim ekselent që merret me pacientët dhe në kohën reale pacientët marrin shërbim për të gjitha problematikat apo informacionet që kërkojnë pranë klinikës Platinum. Do më shpjegosh tani hap pas hapi se çfarë ndodh me pacientët e huaj? Ata vinë në aeroport dhe kush i pret aty? Aty i pret shoferi dhe me makinat tuaja? Me makinat tona bëhet i gjithë transporti dhe gjithë logjistika. Pacientët merren në aeroport dhe sillen pranë hotelit që ndodhet në klinikën tonë. Është ngjitur me klinikën katër sipër. Është ngjitur me klinikën dhe aty akomodohen si fillim pacientët. Si funksionon një diagnostikim online, domethënë komunikimi online me një pacient në distancë? Një pacient që është në distancë, që ndodhet në Itali apo në Gjermani apo në Amerikë, mund të dërgojë pranë klinikës tonë një grafi. Në bazë të kësaj grafie ne mund të shohim problematikat që ka, por që të vendoset një diagnozë e saktë për këtë pacient, pacienti duhet paraqitet në klinikë dhe të ekzaminohet klinikisht nga mjekët përkatës të fushave të ndryshme të dentistrisë. Pse Platinum Dental? Platinum Dental e kam zgjedhur sepse platini është një material shumë i çmuar edhe shumë i vlerësuar, ashtu si vlerësoj unë punën time dhe pacientët e mi. I jep më të mirë në nivel shërbimi ndërkombëtar, i jep më të mirë në nivel produkti, në nivel teknologjie, shumë mirë, që je pretencioze dhe synon më të mirën. Përveç të aleazhit të çmuar që e quan ti në gjuhën e stomatologjisë, çfarë materialesh të tjera përdor? Për implantet për shembull, çfarë përdorni juve? Implantet janë të përbëra prej titani dhe të dy këto emra, Platinum dhe Titan, që është pjesa e implantit që unë pothuajse e kam çdo ditë në duart e mia që punoj, janë eci në sinkron me njëra tjetrën. Janë si dëshmia e cilësisë materialeve që ti përdor. Në kozmetikën dentare, për ata që po vlerësojnë
rindërtim të buzëqeshjes, atë gojën e bukur kështu me dhëmbët e bardhë si ruaz. Cilat janë dy materialet më të vlerësuara në stomatologjinë e viteve të fundit? Materiali më i vlerësuar në dentistri, në stomatologji janë facetat e Max, dhe materiali tjetër janë kurorat e zirkonit, por patjetër që facetat e Max janë më pranë natyrales dhe më pranë asaj buzëqeshjes hollywoodiane. Zirkoni kushton më pak, por rezistencën e ka të mirë në kohë. Zirkoni kushton më pak, por rezistencën e ka më të mirë se facetat. Njërën sa kohë duhen ndruar facetat? Njërën 10 vjet është e mirë që të ndrohen dhe të bëhet një check-up. Cili është miti më i çuditshëm që ekziston rreth kujdesit për dhëmbët në Shqipëri që ne duhet ta sqarojmë njëherë për gjithmonë sot bashkë? Është fenomeni që gjithë pacientët shqiptar pothuajse e kanë bërë ose e bëjnë, por që nuk duhet ta bëjnë më. Që është gargara me krip ose larja e dhëmbëve me sodën e bukës. Pse nuk duhet ta bëjnë këtë gjë më ata që mendojnë se kjo i bën mirë dhëmbëve? Kripa nën vete ka atë abrazionin dhe gryerjen. Po nuk i zbardh dhëmbët, nuk ka fuqi që ti zbardhë dhe ti pastroj? Ashtu ë? Vetëm i dëmton gingivat. Po unë di ç'kam pas bërë kur kam qenë në vogël ose kur kam pas ndonjë dhimbje dhëmbje, pa mbuk me parfum. E vendosja dhe mpija dhimbjen. Nuk ka gjë më të tmerrshme se dhimbja e dhëmbit, ë? Dhimbja e dhëmbit është shumë e frikshme nga ana psikologjike e një pacientit kur është një moment natën të zgjon ajo dhimbje dhe ti nuk ke asnjë lloj mjeti rrethanor në shtëpi për të bërë diçka. Në orën 2 të mëngjesit, më del gjumi, kam një dhimbje akute, çfarë duhet një pacient të ketë në kitin e tij të emergjencës në shtëpi për rastet e dhimbjeve të dhëmbit? Për fëmijë, për të rritur, ë? Mund të përdorësh një qetësues, një paracetamol apo një ibuprofen, por patjetër që ditën tjetër duhet të shkosh patjetër ke mjeku të bësh kontroll dhe të ekzaminohesh nga se dhe cili është shkaku i dhimbjes. Gazetarët e revistës Klas kanë bërë një Ask Question dhe kanë thënë kemi një stomatolog shumë të njohur të ftuar në podcastin Inspired. Ata kanë bërë disa pyetje për ty që duan disa përgjigje të shkurtra. Për shembull, nëse do të ndaloje një zakon të vetëm që shkatron dhëmbët e njerëzve, cili do të ishte ai? Pirja e cigares. A është e vërtetë që dentistët e kuptojnë më njëherë nëse dikush ka puthur dikë përpara se të vinë në kontroll? Çfarë pyetje? Mjekët nuk mund ta japin një përgjigje për këtë. A na duhen më dentistët, thot dikush tjetër? Janë shumë video virale të robotëve të cilët kryejnë ndërhyrje tek njerëzit. Si është e të ardhmen? Patjetër që duhen dentistët, sepse pas atij roboti ndodhet dentisti që i jep komanda robotit që të aplikojë një ndërhyrje në kavitetin oral. Ti do t'i besoje një roboti? Jo. Okej. A të ka ndodhur ndonjëherë që një pacient të ketë pëlqyer romantikisht, thot një vajzë këtu? Patjetër edhe ka ndodhur. Si reagon ti, doktor Klitoni? Vazhdoj punën. Shumë njerëz e shohin dentistrin vetëm si estetik, por si ndikon në fakt një dhëmb i infektuar apo një problem në shëndetin oral në organet e tjera të trupit tonë, thot dikush tjetër? Në kavitetin oral ndodhen shumë baktere dhe këto baktere mund të bëjnë inflamacione që mund të kenë dhe probleme kardiovaskulare pacientët. Si janë çmimet në klinikën tuaj, të kripura, thot dikush tjetër? Çmimet nuk janë as të kripura as të ëmbla, por janë çmime që justifikojnë cilësinë e shërbimit që marrin pacientët. Cila mendon që është problematika më e madhe në fushën e stomatologjisë në Shqipëri sot që ndeshni juve? Në këndvështrimin tim dhe në stomatologji apo dentistri dhe në mjekësi, problematika më e madhe është mungesa e imazheristëve. Kjo ndikon në ekzaminimet apo në leximet e të gjitha problematikave që kanë pacientët në Shqipëri. Shumë vajza na kanë bërë pyetje për ty. Ja, një ndjekse tjetër thot, jeta pas sallës operacionit më intereson. Çfarë pasionesh ka kirurgu? Pasionet e mia në udhimet janë skit dhe të ushtrohem çdo ditë në tenis. E ke kështu si antistres tenisin? Po, si antistres. Je i talentuar apo? Shumë i mirë. Në para intervistën që kemi bërë së bashku, në kafen e parë që kemi pirë, më thej që 41 vjeç Alketa duhet dalë në pension. Çfarë kishe parasysh me këtë, Kliton? 41 vjeç në pension do të thotë që unë të largohem pak nga puna dhe të jem më i përkushtuar ndaj familjes
ndaj gjithë njerëzve mi të afërt dhe në klinik të jem si një mentor i atyre brezave që unë kam rritur ndër vite. Shumë bukur. Do të thotë që do ta lësh kur profesionin, po do jetosh pak më shumë pasionet e tua, apo jo? Asnjëherë nuk do të lë profesionin, Alketa. Kjo është dashuria më e madhe e jetës time, profesionin që unë kam zgjedhur. Po botës dohet I bjerë edhe për qark. Dohet ta merri një vit off. Ky është një mision tjetër që unë kam filluar ta mendosh, ta projektosh. Të falenderoj shumë. Ke ndërtuar një klinik model në kryeqytet. Të uroj vetëm raste suksesi dhe të zgjidhesh sa më shumë probleme që lidhen me shëndetin e gojës që nuk mund të neglizhohet. Faleminderit. Buzëqeshja është gjëja e parë që shohim tek tjetri dhe e fundit gjë që harrojmë. Kështu që me një buzëqeshje nisem, me një buzëqeshje po e mbyllim këtë bisedë. Të falenderoj shumë që ndave kohën tënde mbas një dite të lodhshme pune. Alketa, për përkushtimin dhe gjithë kohën që më dha në dispozicion. Shumë sukses e Kliton. Shumë faleminderit.